Trego pak për Ismail Kadaren kur keni qenë ju atje, është bërë një dokumentar i Piro Milkanit, dokumentar shumë i bukur, me vendet ku ai kishte jetuar, pra si student në, po themi, në konvikt, në Institutin Gorki, ku studioi, po edhe ambientet të tjera. Ajo ishte një ngjarje për të shënuar, megjithëse kishte një karakter më tepër njohës dhe kulturor për sa i përket një opinioni më të gjerë, pra ku Kadareja jepte kujtimet e tij nga periudha që ka qëndruar në Ish-Bashkimin Sovjetik të atëhershëm, që ka studiuar në Institutin Gorki. Dhe ne natyrisht i ambasadë u angazhuam që të krijonim një qëndrim sa më të këndshëm për të realizuar objektivin e vet, ku ka qenë edhe regjizori Piro Milkani. Ai vinte mas 50 vitesh. Mas 50 vitesh në Moskë. Nuk ishte kthyer asnjëherë fare. 50 vite. 50 vite dhe natyrisht ne i bëm një program të tillë që edhe të kujtonte, edhe të egzaltohej, por edhe të na tregonte. Dhe kujtimet e tij ishin shumë interesante. Ne vajtëm dhe ke shtëpia e Pasternakut. Pasternaku ne e kishte... Po, e kishte idhull, dhe normalisht më ka treguar me gojën e tij se si ai ka refuzuar që të merrte pjesë me studentët e Ish Institutit Gorki për të protestuar kundër Pasternakut, ndërkohë që këto protesta i organizonte qeveria e Moskës edhe qeveria studentore që ishin në ndikimin politik. Ai nuk ka vajtur. Pra ata që na ndjekin, Pasternaku mori çmimin Nobel. Bashkimi Sovjetik nuk ja pranoi, pra regjimi, Stalini madje. Dhe ka bërë një telefonat, sa ishte ajo telefonata? Ajo ishte një telefonat jo shumë e gjatë, po me mesazhe të drejtë për drejta. Mos u kruaj kështu pak a shumë, po themi trash, domethënë. Dhe organizoi e detyronin atë që të mos e merrte çmimin Nobel. Dhe organizoi protesta. Një nga këta që ka refuzuar të marrë pjesë në protesta, Ismail Kadare refuzoi të merrte pjesë në protestë kundër Pasternakut, kundër Pasternakut, edhe kur kemi shkuar dhe Doktor Zhivagos, autori Doktor Zhivagos. Po Kadare ka përmendur dhe një nga librat e tij. Po, e ka shkruar te edhe te mosmarrveshja, ke mosmarrveshja. Po edhe në tjetër, po te mosmarrveshja ka përshtypjen që mosmarrveshjen e ka botuar mbasi ka vizituar shtëpinë muze të Pasternakut edhe varrin e Pasternakut. Dhe varrin, po. Tregoj në një gjë? Po, pikërisht tregoj këtë aspekt një, edhe si thosh ndikimin që ka pas Pasternaku në letërsinë e Kadares. Ul aty tek vari. Po. Ul tek vari Pasternakut, që ishte në të njëjtin obor ku ishte dhe shtëpia, ishte qytet muze. E organizuan për një periudhë shumë të shpejtë, me thënë të drejtën, edhe normalisht institucionet aty u organizuan, u ngritën këmbë, i thash do ta bëjmë se s'bën, morën makinën dhe ishte në periferi, ishte një 60-70 kilometra në periferi të Moskës. Shumë e bukur kjo. Edhe vajtëm aty, ul në një stol që ishte stol prej druri, e kam parasysh, edhe shikonte varrin dhe mendoi, edhe më fliste kështu si në përdhëm Kadareja, domethënë që tregonte ato kujtimet e tij. Tjetër gjë ishte shumë e bukur periudha ose vizita që bëri tek konvikti ku kishte jetuar. Te konvikti. Më tha do më çosh ke konvikti. Patjetër i thash. E mora. Mos më thoj që gjeti dhomën. Po. Vajtëm te dhoma. I thash do ta shikosh dhomën? Më tha nuk ka ndonjë interes, e ka ndryshuar, tha, por derën e pashta. Se të gjitha ata u vunë shërbim pastaj, çelsi njëri kush e ka, çfarë studentësh janë, se vajtëm paradite. Edhe e vizitoj aty ndeti, aty ke ai korridori, po më tregonte këtu njëri, këtu tjetri, miqtë e shokët e vet, se vetë shokët tregonte, edhe pastaj zbriti aty në hall, edhe ka marrë direkt në telefon bashorten, Helenën. Po Helena nuk ishte me ata. Nuk ka qenë vetë. Ishte. Duhet se ka qenë bujari. Butusi. Po, bujar udhri, po. Bujar udhri, se do ta themi. Po, patjetër. Edhe merr Helenën në telefon edhe i tregon çfarë më kanë bërë mua këta, më kanë çuar ke konvikti, u ngjita deri ke dhoma, kështu pash këtë. Pas nostalgji, shumë nostalgji aty dhe u prek në një farë. Edhe mbasi foli me Helenën, i thash, zoti Kadare, i thash, kam një kërkesë, çam thamu. E thash, unë e di që ti kafen e pije në qendër të Moskës, po më thamu, në një hotel Moska, kafe Moska quaj. E thash, shkojmë dot, i thash, edhe do më tregosh çfarë ndryshimesh ka bërë kjo rrugë tim që do bëjmë ne në kuadrin në arkun kohët 50 viteve. Tha, me kënaqësi, tha. I thash, nuk është shumë larg, besoj që edhe mos lodhesh.
Megjithatë do ikim dhe makinë, jo me këmbë tha do ikim. Edhe zbritëm në këmbë, deri kafja nuk ekzistonte më, se ishte prishur, por vendi ishte aty dhe unë e dija ku ishte, e çova deri te vendi, e thash më thuaj ka ndryshuar gjë? Asnjë gjë s'ka ndryshuar tha. Siç e kam lënë para 50 vitesh tha, ashtu është edhe sot e kësaj dite, por natyrisht tha është më e zbukuruar, më e pastruar, më e rregullt me kështu gjërash. Dhe ndërkohë pastaj I kërkova ke dëshirë, I thash të vish përsëri në Moskë, por herën tjetër do vish bashkë me zonjën Kadari, thash me Elenën. Me Elenën, po? Tha, ide e mirë, tha. Po më përgatitë në një vizitë, vi. Ja përgatita vizitën, e mora në telefon, natyrisht komunikova disa herë edhe me zonjën Helena, u mundua ta binte, por nuk erdhi më. Nuk erdhi? Nuk erdhi më. Po pse? Njerë nxori kam qenë pa qef, njerë kështu që I bëra një program të veçantë, shumë të bukur. Ta organizonte se kol Gjoka këtë do ishte me vërtet se erë në park që arsye tjetër, që dokumentari edhe çdo gjë u bë okupuar, ishte ka qenë okupuar. Megjithatë, edhe gjatë vizitës parë e çuam në Institutin Gorki, mbajti një fjalë me të gjithë pedagogët. Mbajti fjalë aty me pedagogë dhe student, edhe në shenjë respekti I vunde portretin e tij me portretin e pedagogëve që kanë dhënë mësim ke Instituti Gorki. Tani në një vajzë aty që duhet ishte plak me emrin Lora erdhi të kërkojë se ajo poezia Lora e Ismail Kadares, ajo është në të gjitha antologjitë e dashurisë në Shqipëri, në lehtësinë shqipe. Është, po me sa duket Piro Milkani kishte bërë një program shumë ngjeshur zotit Kadares. Dhe zvajtët e Lora. Shpesh e zinte gjumin makinë dhe nuk arrinte dot të përfundonte. Po se ishin distancat e largta, trafiku ishte I madh. Edhe hotelin që e kishin zënë periferi, që e kishte zënë Piro në fakt, edhe nuk e ndroi, madje më tregoi edhe një histori, po, se tha, ai ishte një hotel gjigant, në fakt, ku I kishin zënë vendin këta me një 2500-3000 dhoma, por mëngjesi ishte me vetë shërbim. Edhe vajta ditën e parë tha po aty s'të linin të merren në një pjatë, tha se ishin bëhe sa 3000 dhoma, nga 2 veta për dhomë, 6000 veta tha. Edhe unë ngela pa buk, tha ula këtu, pastaj erdhi Piro, tha dhe djali I Piros tha që më shërbyen, edhe që vazhdova, po I thash herë tjetër kur të vish I thash, do të caktoj mund qendër të Moskës I thash. Tha, po ma bëre këtë, tha, do vi me kënaqësi, po nuk arrit. To janë kujtimet jashtëzakonshme dhe me të vërtetë. Por edhe një element me shumë rëndësi, jo në kuadër të Kadares, por në kuadër marrëdhënies dypalçe, mua më qelloi që isha në Rusi edhe në vitin 2012, kur ishin 100 vjetori I pavarësisë së Shqipërisë. Po. Dhe atëherë ne bëm një projekt të përbashkët me palën ruse, që ne të festonim, ta themi, ditët e Shqipërisë në Rusi, dhe Rusia të festonte ditët e saj në Shqipëri. Edhe u bë një program I veçantë. Dhe unë kam organizuar për 4 muaj, rresht, ditë më ditë, në 4 qytete kryesore, në Moskë, në Shën Petersburg, në Voronezh dhe në Nizhny Novgorod, aktivitete pa fund për Shqipërinë në këto qytete. Dhe duke filluar qysh nga koncerte simfonike, me ekspozita të pikturës, të fotografisë, me javë të filmit shqiptar, po me subtitra në gjuhën ruse, për auditor rus, me kulinari shqiptare dhe përshia mbitort ishte ekspozita e ikonografisë shqiptare. Ajo la përshtypje maramëndse, sepse ne gjithmonë na konfondonin si një popullsi muslimane. Por kur pan këtë lloj ikonat tona, që natyrisht është e njëjta traditë fetare në një farë mënyre, atëherë u egzaltuan shumë. Edhe është folë shumë nëpër media në atë kohë dhe është bërë shumë reklam, kam bërë konferenca shtypi gjithashtu, ndërkohë që këtu ka ardhur pastaj Teatri Balshoi. Ka dhënë shfaqje në Tiranë. S'më kujtohet, cili vit? 2012, po. Se ka qenë një nga themelueset e baletit shqiptar, Ganimet Vëndresha, ka kryesuar 6 vjet në Balshoi Teatr. Patjetër. Ajo është jashtëzakonshme. Ai është institucion shumë I veçantë. Dhe pak përmendet kjo zoti Gjoka. E vini re besoj këtë. Do 6 vjet kërcesh në Balshoi Teatr dhe themelosh pasaj baletin këtu dhe pak. Tani zoti Gjoka,
Kemi ne marrëdhënie formale diplomatike me Federatën Ruse? Kemi ambasadë atje? Ata kanë këtu, vazhdo? Edhe në këtë kushte edhe në këtë kushte, po ka rënë, domethënë aktiviteti, ka rënë aktiviteti diplomatik. Do të ne kemi ambasador atje? Kemi ambasador atje, edhe këta. Sa stafi atje? Po, stafi është i vogël, me